Nuk ndalen debatet në shtëpinë e Big Brother VIP 4, një debat i ashpër ka ndodhur mes Gjesit dhe Laertit. Sapo këngëtari është zgjuar, ka kaluar nga krevati i aktorit dhe ka nisur me akuza ndaj tij për një puthje në buzë që është këmbyer gjatë një loje. Gjesti shpreh se ka dyshime që Laerti u përpoq që ta zgjaste atë qëllimisht. Pse ke dashur ta zgjasësh puthjen me mbretin? Duhet studiuar kjo gjë. Jam në dyshime të mëdha, i tha Gjesti Laertit. Nga ana tjetër, Laerti e kundërshtoi me një koment ironik: "O zogi vockëlti." Debati u tensionua më tej kur Gjesti e quajti Laertin pervers, duke thelluar më tej përplasjen e tyre. Kjo nuk është hera e parë që të dy banorët përfshihen në diskutime të ashpra, pasi ata shpesh nuk bien dakord për shumë gjëra brenda shtëpisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.